Muret rrethuese janë një problematik më vete në këtë Republikë. Dhe akti që kemi kaluar përcakton se muret rrethuese do duhet t'i nënshtrohen rregullave tip, modeleve tip. Nuk mund t'jetë dot Shqipëria Evropiane një vend ku muret rrethuese janë tërësisht pa asnjë lloj sensi të zhvillimit të përbashkët urban të një lagje apo të një zone apo të një rrugice apo të një rruge. Dhe pa diskutim që siç merret leja për ndërtimin, merret leja dhe për murin rrethues. Muret rrethuese pa leje do duhet t'i nënshtrohen korrigjimit, pra do duhet të adaptohen sipas modeleve tip që do t'i vënë në dispozicion bashkitë për të mos krijuar as burokraci dhe patjetër që kudo ku janë ndërtuar në godinat për qëllim fitimi, se ka mure rrethuese shtëpish, të cilat për të cilat natyrisht procedura do të jetë mirëkuptuese edhe do t'i jepet kohë që ti adaptojnë si duhet, kurse çdo mur rrethues i bërë në për rezorte, në për pallate, në për godina për qëllim fitimi, do prishet. I bërë pa leje, kuptohet. Do prishet, do shëmbet. Dhe për çdo mur duhet marr leje. Sepse muret e keni parë vetë, me siguri edhe kur keni shkuar me pushime, sidomos në jugun e vendit, që ato muret kanë tendencë të glabërojnë treqërekun e trotuarit dhe pastaj janë ato trotuaret minimaliste që jo nuk hecën dot në çift, po duhet hecësh anash që mos biesh në rrugë.